Pas një takimi të shumëpritur në shtëpinë e bardhë, kryeministri hungarez Viktor Orban doli përpara gazetarëve me një deklaratë triumfuese. Ai tha se kishte marrë garanci nga presidenti amerikan Donald Trump se Hungaria do të përjashtohet për një vit nga sanksionet amerikane që të ndalojnë importet e naftës dhe gazit rus. Marrëveshja është një fitore për ne, por edhe për partnerët tanë amerikan, tha Orban, duke e cilësuar vendimin si një hap që garanton sigurinë energjetike. Sigurinë energjetike të Hungarisë dhe stabilitetin ekonomik të vendit. Ky përjashtim vjen në një moment kur Hungaria është ndër vendet më të varura nga furnizimi rus, 74% e gazit dhe 86% e naftës që përdor vendi vijnë nga Rusia. Sipas të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar për vitin 2024, Trump nga ana e tij u shfaqe hapur dhe mirëkuptues për pozicionin e Budapestit, duke theksuar se Hungaria nuk ka dalje në det dhe po përballet me vështirësi reale për sigurinë e energjisë përmes rrugëve alternative. Presidenti amerikan gjatë deklaratës për mediat e lavdëroi Orbanin duke e cilësuar si një lider që e ka pasur gjithmonë të drejtë për emigracionin. Krierët e tij europian duhet të respektojnë Hungarinë dhe ta respektojnë shumë këtë lider, sepse ai kishte të drejtë për emigracionin. Shikoni çfarë po ndodh në Europë, kanë vërshuar njerëz nga endi që nuk e njohin fare, u shpreh Trump duke nxjerrë në pa ngjashmërinë mes politikave të dy vendeve për kufizimin e emigracionit ilegal. Marrëveshja energjetike shihet si një përfitim i dyanshëm për Hungarinë. Ajo siguron vazhdimsinë e furnizimeve në një periudhë të tensionuar në tregje ndërkombëtare të energjisë, ndërsa në SBA hap rrugën për investime të reja hungareze në sektorin e energjisë amerikane. Që takimi e dy liderëve diskutuan edhe për luftën në Ukrainë dhe mundësinë e një samiti SBA-Rusi, i cili është planifikuar të mbajë në Budapest. Trump konfirmoi se ishte planifikuar të takojë me presidentin rus Vladimir Putin muajin e kaluar, por takimi u shtyp pasi Moska refuzoi propozimin për një armpushim. Me këtë marrëveshje, Viktor Orban forcon pozicionin e tij si ndërmjetës mes Perëndimit dhe Rusisë, ndërsa Donald Trump i dërgoi një sinjal të qartë Bashkimit Evropian se do të ndjekë një politikë me pragmatik ndaj Moskës në rast se konfirmohet në detyrë pas zgjedhjeve të ardhshme presidenciale.